Kombinimi i fushave tashmë është esenciale, për shkak se edukimi duhet t'i qasemi në formën se si mirret. Tradicionale, neuroshkenca kognitive në edukim sjell pikërisht këtë ndryshim. Neuroshkenca ofron qasje direkte përmes teknikave, metodave. Sfidat janë kryesisht financiare, të procedurave administrative, të natyrave të cilat nuk janë që nuk te i kalon. Qasja ndër disciplinave ndoshta ka qenë pak më e zbehtë edhe në vend edhe në rajon, dhe është një diçka e re, një inovacion të cilin ndoshta unë fillimisht si individ profesional po provoj të avokoj në këtë aspekt, është se kombinimi i fushave tashmë është esenciale, për shkak se edukimi duhet t'i qasemi në formën se si mirret. Tradicionale, neuroshkenca kognitive në edukim sjell pikërisht këtë ndryshim. Nuk shkon më në mënyrën e vjetër qoftë qasjes ndaj mësimit, qoftë adaptimit metodave të mësimdhënies. Neve kemi rezultate shumë të ulta në testet ndërkombëtare, nuk janë të kënaqshme as ato vendore, dhe ndryshimi është esencial. Gjendja aktuale përmes vëzhgimit, pyetësorëve, është e mangët sepse nuk po sjell dobi, dhe neuroshkenca ofron qasje direkte përmes teknikave, metodave. Neuroshkenca është përdorur në shumë profile të ndryshme në botë, mirëpo në edukim mund ta quajmë si një inovacion të qasjes ndaj mësimdhënies, sepse tek tani, tek atëherë kur mund t'i përdorim këto metoda, sepse na veç se do të fillojmë me një projekt që kemi fituar nga Mashti, me implementimin e metodave kognitive në institucionet tona, është shfaq një mungesë e potencialit njerëzor, do të thotë, për nuk ka individ apo zyre të veçanta që i prim proceseve, për shkak se këto procedurat burokratike pastaj po i ndalin zhvillimin e projekteve për të integruar ndërkombëtarisht, sepse prolongimi i çështjeve po ndodh shumë shpesh, mandej nuk është i pamundur. Kemi zyret e Horizon, kemi zyret e Erasmus Plusit, kemi pa ditë patëm në Tryezë dhe përfaqësues nga programi Share, që është program i integruar veç në arsimin e lartë. Do të thotë mundësit janë. Kemi limitime, normalisht kemi limitime dhe të fondeve të brendshme, për shkak që edhe ligji është në përmirësim e tutje, do të thotë është në proces. Nuk është që nuk është bë shumë, mirë po ndoshta jemi në hapat final, kur neve mund të marrim një tatpjet, po që esenca është që projekte ndërkombëtare ka, ndërkombëtarizim ekziston, ka universitete, ka institute kërkimore shkencore që kanë përfituar shumë nga fondet të ndërkombëtare. Jemi të rrjetëzuar, por jo mjaftueshëm dash sa ka nevojë. Sfidat janë kryesisht financiare, të procedurave administrative, të natyrave të cilat nuk janë që nuk te i kalon.